Një konflikt çasti pranë gjykatës së Laçit kalon të plagosur 5 persona me armëzjarri. Ngjarja u regjistrua pak minuta më parë ku plumbave nuk i shpëtoi asnjë grua e cila po shiste në cep të rrugës Shërinj. Pas marrjes së njoftimit, burime bëjnë me dije se 5 persona, 4 të rinj dhe një grua janë dërguar në spital, ku njëri prej tyre për shkak të gjendjes së rëndë u dërgua menjëherë në spitalin e traumës në Tiranë për një mjekim më të specializuar. Mësohet se plumbat prekën A. Gjezajn, Andojn, L. Ismailin, D. Gjeloshin dhe G. Bitrin. Policia shoqëroi disa persona në polici të cilët ndodheshin fare pranë vendit të ngjarjes për të zbuluar se si ndodhi përplasja. Kryesisht janë dëshmitar të cilët mund të ndihmojnë hetuesit për zbardhjen e plotë të krimit. Për të identifikuar autorët, policia ka nisur me zbërthimin e kamerave dhe ngritjen e pikave të kontrollit. Dyshimet e para janë për përplasje për konflikte banale që më pas ka degeneruar me përdorimin e Kalashnikovit. Menjëherë pas dëshmive, blut identifikuan dhe autorin që qelloi me breshëri e mëtej u largua me shpejtësi me makinë.